Qendra kulturore për fëmijë Kujtimalia mirëpriti një ekspozit pikture me punime të nxënësve të talentuar të shkollës String Smiley, duke sjellë në vëmendje krijimtarinë dhe imagjinatën e fëmijëve përmes artit pamor. Aktiviteti shërbeu si një hapësirë prezantimi për punimet artistike të nxënësve nga fshati Grutë e Re, ku ngjyrat dhe format pasqyronin botën e brendshme, ndjeshmërinë dhe talentin e tyre krijues. Kjo vjen si rezultat i punës së mrekullueshme që bëjmë mësuesit. Por mësorojmë diçka. Neve në shkolla kemi të sare. Thjesht mjafton të kesh pak vullnet për të kërkuar, për të evidentuar dhe për të promovuar siç është rasti i sotshëm. Nga ana e saj, Orieta Kelaj, drejtore e Qendrës Kulturore të Fëmijëve, vlerësoi bashkëpunimin me institucionet arsimore dhe rolin që qendra luan në promovimin e artit dhe kulturës tek fëmijët. Talente ka kudo, në çdo cep. Si është t'i zbulojmë atë dhe t'i promovojmë. Gjithmonë bashkëpunimi ka sjell progres. Normalisht që edhe për fëmijët është satisfaksion të vinë edhe të shpalosin punimet e tyre. Disa nga protagonistët e vegjël ndajnë emocione dhe kënaqësinë e tyre për punimet e ekspozuara. Sot kam sjellur gjubletin duke qenë se kjo pikturë më lidh edhe me rrënjët e mia, sepse unë vi nga Dukagjini. Në këtë pikturë kam dashur të shfaq pafajësinë e një bote të brisht ku njeriu dhe natyra bashkohen bashkë. Jam referuar stilit abstrakt të peizazhit me tone të buta suggestive. Misteret e natës, hënën që lind dhe botën që është para saj. Në përfundim të aktivitetit, nxënësit e talentuar u vlerësuan me certifikata si një stimul dhe motivim për të vijuar rrugtimin e tyre artistik.